Dentisti nuk ua thotë këtë sekret. Ja si të zbardhni dhëmbët si me magji, përbërësit i keni vetë në shtëpinë tuaj. Gurzat janë në një stres sever në dhëmbët tuaj që dëmton buzëqeshjen. Nëse doni të keni një gojë të pastër dhe të mos keni probleme të tyre, atëherë duhet të hiqni dorë nga disa vese, siç është për shembull pirja e duhanit, alkoolit, kafeina e lartë dhe gjithashtu edhe ushqimet me ngjyrues. Përveç kësaj është e nevojshme të keni një higienë më të mirë orale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Të kujdeseni më mirë për dhëmbët tuaja dhe gjithashtu t'i pastroni ato 2 herë në ditë dhe të përdorni fillin dentar dhe produkte natyrale për pastrimin e tyre. Është e zakonshme të shkoni te dentisti gjithashtu edhe të merrni rezultate fantastike për zgjidhjen e tyre. Ekspertët rendisin disa mënyra natyrale të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj dentar dhe gjithashtu të lehtësoni komplikacionet e tyre. Përveç kësaj, ka disa gjëra që në dietën tuaj mund t'i evitoni për të rregulluar higjienën tuaj të dhëmbëve. Përbërësit që ju duhen në përdorimin e kësaj recete janë të thjeshtë dhe mund t'i kombinoni fare lehtë në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të merrni janë fantastike dhe lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie mund të jetë një përzgjedhje fantastike në higjienën tuaj dentare dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë 2 lugë peroksid hidrogjeni, 2 lugë sodë buke dhe 2 lugë me ujë. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm në realizimin e kësaj recete, filloni gjithashtu edhe me përdorimin e saj. Merrni një enë qelçi me një kapak dhe derdhni të gjitha përbërësit në të. I përzieni mirë duke përdorur një lugë druri derisa të bashkohet ato të gjitha së bashku në formën e një kremi. Vendoseni masën e përfituar në furçën tuaj të dhëmbëve dhe i lani dhëmbët të paktën një herë në javë me këtë recetë për 3 minuta. Bëheni këtë jo më shumë se 3 herë në muaj në mënyrë që të keni një higjienë më të mirë dentare dhe të parandaloni gjithashtu edhe problemet e gurzave. Shëndeti ynë oral është shumë i rëndësishëm për mirëqenien dhe mbarvajtjen e higjienës së mirë të gojës për të parandaluar kështu pushtimin e bakterieve dhe toksinave që mund të akumulohen shpesh në gojën tuaj. Prandaj është jetike të mbani dhëmbët e shëndetshëm, të eliminoni gurzat dhe të parandaloni gjithashtu edhe problemet e mishrave të dhëmbëve. Për fatin ton të mirë, ekzistojnë shumë metoda natyrale të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, duke lehtësuar kështu duken e dobët të dhëmbëve dhe mbi të gjitha, duke marrë rezultate fantastike në higjienën tuaj dentare. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie mund të sigurojë një higjienë më të mirë orale dhe të parandalojë edhe dëmtimin e tyre. Për këtë recetë do ju duhen këta përbërës: 1 lugë gjelle sodë buke ose 1 filxhan peroksid hidrogjeni, gargar antiseptike ose 1 lugë çaji krip, ujë nxehtë. Për të pasur dhëmbët tuaj mund t'ju duhet gjithashtu edhe një furçë dhëmbësh. Udhëzimet dhe përdorimet e kësaj recete janë në këto: në 1 filxhan përzieni 1 lugë gjelle me gjysmë lugë sodë buke dhe krip të bashkuara në të. Më pas, lani furçën e dhëmbëve me pak ujë dhe zhyteni atë në këtë përzierje. Lani dhëmbët me kujdes për të paktën 5 minuta. Përzieni gjysmë filxhan peroksid hidrogjeni në një gjysmë filxhani ujë të ngrohtë. Edhe më pas shplani gojën me këtë tretësirë për 1 minutë. Më pas, përshtyeni dhe lajeni atë me gjysmë gote ujë të ftohtë. Kjo mënyrë do t'jetë një mundësi fantastike për higjienën tuaj të gojës. Ekspertët e cilësojnë në këtë recetë si një mënyrë fantastike për të mbrojtur gjithashtu edhe higjienën tuaj dentare dhe për të parandaluar komplikacionet e saj. Shtimi i këtyre produkteve në higjienën tuaj të dhëmbëve mund t'japi rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dentar. Kjo metodë do të ndihmojë në parandalimin e krijimit të gurzave në dhëmbë dhe do të parandalojë gjithashtu gingivitin e tyre. Është e rëndësishme që
Të mos i përdorni recetat agresive në dhëmbët tuaj, por përpara përdorimit të konsultoheni me ekspertin nëse i mbajnë ato të gjitha veprimet që ka nevojë shëndeti juaj dentar. Një buzëqeshje e shëndritshme bën që të tregojeni më tërheqës dhe të keni gjithashtu më shumë vetbesim tek ju. Përpose të paturit një buzëqeshje më të bukur, nuk mjafton vetëm larja e dhëmbëve, por edhe produkte të mira natyrale që mund të japin rezultate fantastike në higjienën tuaj dentare. Ndjekja e recetave natyrale në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojë dukshëm të keni një higjienë më të mirë orale dhe të parandaloni gjithashtu edhe problemet e gurzave dhe erën e keqe të gojës. Sa më mirë të përzjedhni produktet natyrale, aq më shumë përfitime do të keni. Një prej recetave mund të bëhet gjithashtu nga përdorimi i vajit të kokosit. Vaji i kokosit thuhet se ndihmon në zbardhjen e dhëmbëve, thjesht duhet ta aplikohet direkt në sipërfaqen e dhëmbit. Ky i fundit do të eliminojë kështu bakteriet që shkaktojnë erën e keqe të gojës, si dhe pllakëzimin e tyre në ngjyrë të verdhë. E gjitha kjo fal acidit laurik që ai përmban. Skrapi i bërë gjithashtu me lule shtrydhe mund t'japë rezultate fantastike në higjienën tuaj orale dhe të ndihmojë që të keni një buzëqeshje më të mirë. Lule shtrydhet janë të pasura me vitaminën C, lëndë ushqyese këto shumë të rëndësishme për higjienën tuaj të dhëmbëve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Lule shtrydhet kanë gjithashtu acid malik, që mund të pastrojë gjithashtu njollat në sipërfaqen e dhëmbëve dhe të parandalojë gjithashtu krijimin e shqetësimit të tyre. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni 1 deri në 3 lule shtrydhe, i coptëzoni dhe duke marrë kështu një masë të mirë homogjene. Shtoni një maj lugje me krip nëse doni të përdorni sot buke edhe një gjysmë lugje çaji. Para se të aplikoni pastën në furçën e dhëmbëve, siguroni që goja juaj të mos ketë shumë lagështi. E bëni këtë duke përdorur lule shtrydhe të paktën çdo javë, dhe përfitimet që do të keni janë fantastike në higjienën tuaj të gojës dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie mund t'japë rezultate të mira në higjienën tuaj orale dhe të parandalojë gjithashtu krijimin e dëmtimeve të tyre. Një tjetër produkt i cili mund t'japë rezultate fantastike në higjienën tuaj të gojës, gjithashtu është edhe përdorimi i uthullës së mollës, por gjithmonë i përdorur me kujdes dhe në formën e saj natyrale. Uthulla e mollës mund të heqë qafe sipërfaqen e dhëmbëve të dëmtuar nga akumulimi i pllakave të tilla, duke siguruar kështu një higjienë më të mirë orale dhe duke parandaluar në këtë formë edhe komplikacionet e tyre. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe mbi të gjitha do t'japin një mbrojtje më të mirë për higjienën tuaj orale. Përzjedhni 2 lugë çaji uthull të bardhë molle në kombinimin me sodën e bukës. E aplikoni këtë masë në furçën e dhëmbëve dhe e lini të veprojë për të paktën 30 deri në 60 sekonda, dhe më pas e shplani atë si zakonisht, për të marrë kështu rezultatet e duhura dhe për të ndihmuar në një higjienë më të mirë orale. Ndjekja e këtyre procedurave në kushte shtëpie do të sigurojë një higjienë më të mirë të dhëmbëve tuaj, por ekspertët sugjerojnë nëse keni dhëmbë të ndjeshëm ndaj këtyre shqetësimeve, sigurohuni të mos i përdorni këto receta pa konsultën e ekspertit. Këto janë mënyra alternative të cilat mund t'ju ndihmojnë për një higjienë më të mirë orale dhe të parandaloni gjithashtu edhe krijimin e dëmtimit të smaltit. Sigurohuni të ndiqni receta të tilla natyrale në kushte shtëpie, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen më të mirë të higjienës tuaj të dhëmbëve, duke siguruar një mbrojtje më natyrale të tyre dhe duke parandaluar komplikacionet e higjienës së dobët. Ndjekja e këtyre trajtimeve do ju ndihmojë të keni dhëmbë të shëndetshëm dhe gjithashtu higjienë më të mirë të gojës. Do të keni më pak shqetësime me erën e keqe të saj dhe gjithashtu do të keni një buzëqeshje më të bukur. Vetëm sigurohuni të konsultoheni me ekspertin për çdo ndryshim të mundshëm që bëni në higjienën tuaj dentare, për të evituar kështu komplikacione dhe për të siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj dentar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.